protestë në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Mirëmëngjesi Dona, linja për ty. Mirëmëngjes për ju në studio, mirëmëngjes për gjithë shikuesit edhe dëgjuesit tonë. Atëherë sot këtë lidhje direkte do ta realizojmë për të diskutuar rreth protestës të organizuar nga Fondacioni për të Drejtat e Kafshëve, e cila ka për qëllim për të ngritur zërin kundër abuzimit të qenve. Me mua është Elza Ramadani, nderuar mirëmëngjes, faleminderit shumë për kohën. Mirëmëngjes juve, faleminderit juve. Atëherë Elza, çka pritet sot në këtë protestë? Këtë protest po e organizojmë si aktivist të shumët të shoqërisë civile, do të thotë jo vetëm Fondacioni për të Drejtat e Kafshëve, por të gjitha organizatat e aktivistë që tash sa kohë duke kërku nga komuna e Prishtinës që të jenë shumë më transparent me të gjithë ne, në mënyrë sa i përket zbatimit të disa masave që ata s'fundmi i kanë ndërmarrë, s'fundmi jo, po që 2 vitet e fundit, sa i përket trajtimit që janë vendatsak. Ne po kërkojmë që të menaxhohet më mirë situata me qenë ndatsak, mos bën vetëm projekte të shkurtra dhe që nuk garantojnë zgjidhje afatgjate dhe të qëndrueshme, si kjo puna e adoptimit të qenve është vetëm një themi ne e shohim këta si futje e pluhurit në shtëpi, sepse vetëm po i largojmë disa qenë nga lagjet, ku ato lagje prap do të mbushen sepse kemi më shumë qenë ndatsak se sa kapacitetet që komuna ka që t'i strehojë ose adoptojë, jo vetëm komuna e Prishtinës, po e gjithë Kosova. Kështu që ne po kërkojmë që të respektojnë ligjet dhe standardet më të mira për mirëqenien e kafshëve nga komuna e Prishtinës, mos devijojnë fondet publike në projekte shkurtpamëse, po në projekte që garantojnë qëndrueshmëri dhe do të zgjidhje efektive të situatës dhe të problemit, dhe që shoqëria civile, aktivistë shumët, organizata që intereson të ndihmojnë dhe të jenë afër komunës Prishtinës në zgjidhjen dhe zbatimin e këtyre masave çfarëdoshme, të jenë afër komunës, të jenë përfshira dhe mos injorohen vazhdimisht se qysh këto 2 vitet e fundit po ndodh. Kështu që kjo është edhe arsyeja pse sot na dalim në protestë në ora 12 tu nis prej sheshit Skënderbeu deri te komuna e vjetër. A mendoni që do të arrihet qëllimi ose synimi i protestës tuaj? Ky është normal qëllimi juaj, po a mendoni që ka më shku mesazhi kështu në vendin e duhur? Këtë nuk e di, ta them të drejtën, se ne si shoqëri kështu në përgjithësi nëse protestojmë edhe nuk e di shumë a ndëgjohemi si shoqëri civile në përgjithësi nga institucionet tona, por gjithsesi unë mendoj që jep një imazh të pakënaqësisë, një sinjal të pakënaqësisë edhe tek komunitetet tjera të nivelit të ndërkombëtar, të shoqëria ndërkombëtare që jeton edhe këtu dhe nuk e din ndoshta situatën se çka po ndodh, sepse shumë shpesh edhe komuna e Prishtinës arsyetohet me atë që janë shumë problem që në ndatsak, po kafshojnë vazhdimisht njerëz, edhe ne duhet urgjentisht më marr me diçka. Nuk është urgjentisht tash sa vite deklarohen do të thotë secila komunë që situata ka dalë jashtë kontrollit, kështu që ne po themi që më mirë të nisë diçka e mirë, e mbarë dhe qëndrueshme dhe efektive, po ashtu dhe humane për qenë ndatsak edhe për njerëz, se sa të bëhet diçka 2 vite dhe 1 vit të fundit kështu të mandatit një qeverisjes, çfarëdoshme, qoftë qendrore apo lokale, edhe pastaj vetëm një mënyrë ti mashtrojnë qytetarë që po e zgjidhin situatën, po faktikisht vetëm po tentojnë që na vendosin pak hirë syve dhe të na thonë që e kemi largu qenë nga rruga, kur faktikisht kemi shumë qenë në rrugë, ku periferia e qytetit ose dhe gjithë Kosova është e mbushur me qenë ndatsak dhe neve na duhet një zgjidhje shumë e qëndrueshme, ku edhe komuna tjera janë pjesë e zgjidhjes, unë nuk po e them që vetëm komuna e Prishtinës e ka përgjegjësi që krejt Kosovën ta menaxhojmë me situatën me qenë ndatsak, por gjithsesi neve na duhet si qytetarë të jemi të përfshirë, të dëgjohemi dhe të jemi pjesë e zgjidhjes, sepse asnjë punë unë besoj nuk kryhet ose nuk kryhet me sukses nëse nuk përfshihet komuniteti. Dhe sidomos komuniteti që merr dhe njeh situatën shumë më mirë se sa shumë zyrtarë të komunës për momentin. E përmendët pak më herët që qendra për trajtimin e qenëve ndatsak në fakt ka kapacitet për më shumë qenë ndatsak, por në fakt ne shohim në rrugë më shumë se sa në atë qendër. Pse mendon që kemi arritur në këtë situatë? Jo, unë mendoj që komuna e Prishtinës nuk ka kapacitet të strehojë të gjithë qenë të ndatsak të komunës Prishtinës. Megjithatë, komuna e Prishtinës e ka një qendër strehuese tash, që është e para publike dhe që nuk funksionon tu e zbatu ligjin 100%, që i ka disa hapësira të zbrasta, sepse thonë që nuk është gati që të mbushet me qenë.
edhe pse që sa vite dhe sa muaj janë të thonë që është gati, është në finalizim, edhe sa herë ti pyet s'është ata thonë që janë gati edhe në finalizim edhe faktikisht nuk po ndodh ashtu. Do të thotë asnjëherë nuk e dim kur përfundon ajo. Kështu që qendra është e zbrazët, po çka po bëjnë është që po i japin në adoptim, po unë mendoj që këta një mënyrë indirekte po e mbështesin këtë stërhimin masiv dhe jashtëligjor të qenëve ndacak, sepse po paguaj njerëz që të marrin më shumë qenë se sa 1, 2 ose 5 qenë që do të shihej si adoptimi individuale. Kështu që nëse një person marr 250 qenë ose 100 qenë në një vend, i bën që është tu i stërhu qenë edhe duhet patjetër me i respektu ligjet në fuqi për stërhimin e qenëve. Kështu që ne po kërkojmë nga Komuna e Prishtinës që mos ti fuqizoj njerëz e ndryshëm që të hapin stërrimore jashtëligjore dhe mos t'i respektojnë pastaj, sepse kur hapin stërrimore jashtëligjore nuk mund t'i detyrojmë që ta respektojnë ligjin me patjetër. Do të dënë pastaj kohë derisa ata t'i respektojnë ligjet dhe t'i rregullojnë kriteret, edhe pastaj qenë vetëm mësojnë, edhe në fundit nuk zgjidhet as pak situata me qenë ndacak në rrugë. Atëherë Elza, unë falenderoj shumë për këto informacione dhe shumë suksese. Uroj që ky mesazh të shkojë në vendin e duhur edhe sot në protestë. Shumë faleminderit juve. Ka të saj përket kësaj lidhje direkte, linja në studio.